Klodian Braho është zgjedhur sot kryetari i prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke marrë 7 vota nga anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Në fjalën e tij gjatë mbledhjes, Braho theksoi se sfida më e madhe për SPAK është që të maturohet dhe të arrijë në një pikë ku standardet dhe praktikat e tij nuk do të jenë më të rikthyeeshme. Ai shtoi se SPAK duhet të jetë institucioni që imponon standarde të larta në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Klodian Braho ka hyrë në sistemin e drejtësisë në 14 nëntor 2007 pas përfundimit të Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës dhe Shkollës së Magjistraturës. Karrierën e nisi në prokurorinë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Berat, ku punoi deri në vitin 2012 dhe më pas në prokurinë e Vlorës, përfshirë një periudhë si zëvendësdrejtues. Në vitin 2015 u emërua në prokurori për krime të rënda në Tiranë, ku u përfshi në hetime të çështjeve me karakter të veçantë penal, duke përfshirë rastin e ish prokurorit Adriatik Llalla. Pas krijimit të SPAK, Braho u bë pjesë e strukturës së re dhe aktualisht drejton sesionin kundër korrupsionit. Ai ka udhëhequr hetime të rëndësishme përfshirë dosjen e inceneratorëve të Elbasanit, ku janë lëshuar urdhër arreste për Mirel Mërtirin, Stella Gugavia dhe Klodian Zotu, si dhe hetime të ndara për ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj. Ndër dosjet të tjera të rëndësishme të tij janë çështja 5D për disa ish drejtues të Bashkisë së Tiranës dhe dosja Toyota Yaris, që zbuloi një skem kriminale të gjerë duke përfshirë edhe individ brenda sistemit të drejtësisë. Hetimet e tij kanë shtrirje të gjerë dhe vazhdojnë ende në disa degë. Përzgjedhja e Brahos për kryetar të SPAK-ut çon një fazë të re për institucionin, duke vendosur theksin mbi standardet, llogaridhënien dhe fuqizimin e hetimeve kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në nivelet më të larta të pushtetit.